Për të disatën herë, banorët e fshatit Zvezd në bashkinë e Maliqit kanë dalë në protestë duke denoncuar mungesën e ujit të pijshëm. Sipas tyre, megjithëse është realizuar një investim prej mbi 600.000 euro për ujësillësin e ri të fshatit, në çezmat e banesave nuk ka ende ujë. Që u vodhë 600 milion lek. Ja, ky është uji. Ky është. Vjen kryetari në mes të ditës vetëm për të bërë 2 foto. Ujësillësi ishte 7 muaj aty afati, u bën 1 vit e ca, para 1 muaj u tha u përfundua ujësillësi. Tash i bën proj që kalojnë në të gjithë ato menderre të aktive të këtyre lagjeve, edhe tash i pjeta ujë. Edhe atë ujë do na japin akoma. Kemi një çezmë të rrjedhshme, e po të vish në orën 3:30 në mëngjes, marrën gratë karrocat me bidona edhe janë atje. E po të shikosh, edhe rrien atje gratë, dalë me ne burrat pastaj çfarë të bëjmë ne. Edhe jemi zënë edhe jemi rrallë, s'kemi muhabet kur i thon me njëri tjetrin për ujë. Groposi rreth 480 milion leka në vet. U tallë me lekët e taksa paguesve fshatar të Zvezdës dhe Gropos në aty dhe nuk pas ka ujë tash. Vetë bashkia për 20 milion leka të vi. Me qëse është ky muhabet vetë në si fshat do hapën vetë 2 puse. Në fshatin Zvezd jetojnë mbi 1500 banorë, të cilët prej vitesh vuajnë mungesën e ujit të pijshëm. Ndërkohë, drejtues të ujësjellës kanalizimeve Korç kanë deklaruar se projekti është ende në zhvillim dhe nuk ka përfunduar plotësisht. Sipas tyre, me përfundimin e punimeve, fshati do të furnizohet me ujë të pijshëm.